Zyra e prokurorit të specializuar ka përmbyllur paraqitjen nga ana e saj të provave në gjyqin ndaj ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit. Gjyqi filloi më 3 prill 2023 në procesin e paraqitjes së provave të saj. Zyra e prokurorit të specializuar thiri për të dhënë dëshmi drejt për drejt në sallën e gjyqit 125 dëshmitar, paraqiti rreth 3000 prova materiale në shumë gjuhë dhe bëri deri më sot 1430 parashtresa lidhur me këtë çështje gjyqësore. Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi akuzohen për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, përfshirë vrasjen e më shumë se 100 viktimave, si dhe mbajtjen në paraburgim në mënyrë të palishme dhe torturimin e qindra viktimave. Sipas këtij akuzës, krimet u kryen kundër qindra civilëve dhe individëve që nuk ishin pjesëmarrës në luftime në një periudhë prej marsit të vitit 1998 deri në shtator të vitit 1999 në të gjithë Kosovën dhe në pjesën veriore të Shqipërisë. 4 të akuzuarit e speciales kanë mohuar çdo pretendim të prokurorisë. Në këtë gjyq janë pjesëmarrës më shumë se 150 viktima dhe ata përfaqësohen nga avokati i viktimave. Tashmë që është përmbyllur faza e dëshmive dhe e provave nga prokuroria, pritet që mbrojtja të nisë paraqitjen e saj në vijim të procesit gjyqësor.